pak Brikenën dhe Mateon. Jashtë shtëpisë së Big Brotherit ka nisur në fakt një bised apo një hamencim nga fansa, të cilët shprehin dyshime në marrëdhënien e Brikenës edhe Mateos. Dyshime të cilat në fakt ne kemi dëgjuar në shtëpinë e Big Brotherit edhe nga ana Rogertit, edhe nga ana e Mirit, edhe nga ana e Juelës që Mateo nuk e do Brikenën, e përdorën vetëm për lojë, por Ana Siltas edhe Brikena nuk e do Mateon, e përdorën vetëm për lojë. Çuditërisht, mua ky fenomen nuk më duket fenomen i tillë. Mua më duket që Mateo ka një dashuri të vërtet kundër drejt Brikenës, por e quaj të bukur dhe të duar trokitshme kulturën që Brikena ka. Tani, ku e veçojmë ne dashurinë? Ne e themi dashuri në momentin kur ne e shohim duke u puthur në krevat, në momentin kur ne e shohim duke fjetur në një krevat, në momentin kur ne e shohim tërë ditën duke qenë në buzët e njëri tjetrit. Unë mendoj që Brikena dashurin për Mateon e ka brenda në shpirt. Ajo që në ditën e parë që ka hyrë dhe deri në ditën e fundit, ajo ka thënë që unë kam hyrë në Big Brother dhe do ta luaj Big Brotherin tim. Dhe mendoj që Brikena në asnjë mënyrë nuk dëshiron që të mbahet mend dhe të ekzistojë video që Brikena ka bërë skandale në një format të tillë. Tani, mua më pëlqen edukata që ka Mateo, kjo është edukat. Nuk do të thotë që unë duhesh të shoh ty duke u puthur, unë duhesh të shoh ty në shtrat duke bërë budallalliqe dhe të besoj në dashurinë tënde. Unë në dashurinë tënde besoj nga momenti që ti ndan. Shtrati është intimitet, do të thënë është intimiteti më i madh që e ka dhënë Zoti në këtë univers. Dhe derisa është intimitet, më pëlqen respekti që ka Mateo dhe Brikena për publikun e gjerë, kundër drejt banorëve të cilët ka qenë edhe kanë bërë edhe skandale aty brenda. Do të thënë mua më pëlqen qëndrimi i Brikenës dhe Mateos. Tani, Mateo dhe Brikena dasmën e bën në kuadër të ndjesisë të tyre, por edhe në kuadër të gjithë atij publiku që i kanë mbështetur për ta miratuar atë dashuri. Do të thënë, për të nisur një diçka të bukur dhe për ta vazhduar jashtë atë diçka e bukur jashtë shtëpisë së Big Brotherit. E vlerësoj mendimin, e vlerësoj qëndrimin, e vlerësoj qëllimin që ka Mateo dhe Brikena dhe unë jam i pari gazetar që kam besuar jashtëzakonisht shumë në dashurinë e tyre dhe kam besuar që ato të dy do të martohen brenda shtëpisë së Big Brotherit. Dhe unë e kam thënë që në këtë Big Brother do të ketë dy dasma dhe realisht ashtu bën dy dasma, sepse Brikena dhe Mateo e duan njëri tjetrin. Jam pro të gjithë fytyrave publike, në këtë rast me ndikim kaq të madh siç është Mateo dhe Brikena, që të luftojnë për ta ruajtur moralin e tyre dhe unë mendoj që Brikena është duke bërë maksimumin për ta ruajtur moralin televiziv, që është shumë i rëndësishëm në jetën ku ne jetojmë. Dua të marr mendimin tuaj për këtë situatë.